Fuqia ime është e fakteve. Kështu që derisa të provoni të kundërtën, ju ta mendoni, mund të mendoni të kundërtën, po derisa të provoni të kundërtën, mund t'ju them që faktet janë me mua. Ndërkohë që gjithë sfera digjitale është kundër meje. Dhe kjo është një pikpyetje shumë e madhe, jo për mua, për Shqipërinë, për Zvërnecin e për këtë moment, por është një pikpyetje shumë e madhe për të ardhmen e demokracisë. Sepse ne, dhe me ne, e kam fjalën që për mua po ndodhin dy gjëra dhe shkon përtej Shqipërisë. E para, kapaciteti për të kapur mendjet dhe zemrat e njerëzve me gënjeshtra. Dhe në thelb, të thuash gënjeshtra nuk është e drejtë, janë gjysmë të vërteta, është më keq, është e tmerrshme. Pra, ky është një kapacitet për të gryer të gjithë sistemin demokratike, për ta kthyer të gjithë politikën që ekziston në gjën më të pangrënshme, në më të patretshme për të gjithë njerëzit. Pra shoh një korelacion shumë të madh të rënjes politikës ekzistuese apo të mainstream në Europë përkundër kësaj aftësie apo kapaciteti. Ajo çfarë shoh tjetër është që ndërkohë që po hedhim miliarda, ndonjëherë miliarda që nuk i kemi, duke marrë hua nga brezat e ardhshëm pa ju marrë leje, për të ndërtuar të makineritë më të plot fuqishme ushtarake për të mbrojtur apo për të vendosur mburoj në qejtë e Europës, jemi krejt të pambrojtur nga brenda. Jemi si një shtëpi pa derë, pa dritare, ku çdo hajdut nga çdo cep i botës që do të vi e të vjedh atë çka mund vidhet nga shpirti ynë, mund të hyjë. Të gjithë mund të hyjnë. Është krejt hapur. Pastaj ju e dini, ndërhyrja e Rusisë në këtë zgjedhje, ai që ndërhyn në këtë zgjedhje, apo ai tjetri që ndërhyn në këtë zgjedhje. Kjo është ajo pjesa më e vogël e dukshme e këtij icebergu. Nuk janë zgjedhjet, por është kapja dhe marrja peng e fëmijëve tanë dhe brezit tonë të ri. Dhe këtu nuk po nënkuptoj asgjë për atë çfarë po ndodh, por kjo është çmenduri në vëzhgimin ton, në emër të lirisë tonë. Pra, ta barasvlerësosh lirinë e shtrirjes me lirinë e fjalës, do të thotë që praktikisht nuk kemi kuptuar asgjë nga diktaturat. Cila është fuqia më e madhe e një regjimi totalitar? Është aftësia e shtrirjes, së mbritjes gjithkund. Një regjim totalitar ka aftësinë të shtrihet gjithkund dhe të bllokojë faktet. Po, faktet, realitetin. T'i ndaloj që të shkojnë gjikundi. Ky është regjimi totalitar. Dhe këtë bën kjo gjë. Liria e shtrirjes në emër të lirisë të fjalës, kudo. Kudo. Si është e mundur, nuk e di në qoftë se është dikush nga Suedia këtu, por kam